jam ftu që të kem shumë pozicione, flas në nivel lokal. Unë nuk besoj që një ish kryetari apo një kandidate për kryetar të shkojë një post tjetër. Pra të zej postin dikujt sepse ka qenë kryetar apo kështu. Nuk është ndonjë shumë normalitet, ndërkohë që ne do t'i lejmë hapësirë kujdo individi që të jetë nën kryetar, të jetë sekretar, kupton, sepse nuk besoj që kanë ngel vetëm me Paulina, me Paulinin apo me ca Paulin. Kur shohim Berishën 80 vjeç akoma kryet në struktura, mos shohim Paulinin në strukturat nivelit. Jo, në strukturat e nivelit 2. Në strukturat nivelit 2. Pa ju nuk keni 30 vjet në politikë. Dhe në këtë lloj pjesë 2013, 2025, 2010 maksimumi. Po, në këtë lloj pjesë un kam menduar që, si më thënë, mos përfshijim në pjesën e strukturave, si më thënë, drejtuese, duke qenë që unë garova për kryetar partie. Nuk garova për apo ka patur në një vullnet për t'ju përjashtuar. Nuk them direkt, po jo, e them në mënyra tjera. Them me shumë sinqeritet, absolutisht kam pas të gjitha ofertat për gjitha postet drejtuese pas kryetarit.